Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish së bashku, tashmë me videon e radhës për t'u pozicionuar tek Elvis Pupa. Ju e dini shumë bukur që Elvisi kohët e fundit ka qenë pjesë e Medias Ros, duke u komentuar për rastin që ndodhi në Australi. Ditë më parë, shteti australian nxori një lajm, prokuroria australiane dhe policia australiane nxorën një lajm që na tronditi të gjithëve. Belina, gruaja e Elvisit dhe Elvisi kishin mbjellur 43 rënjë kanabis në balkonin e banesës së tyre. Për Dritare TV, kolegen ton Rudina Xhungën, Belina dha informacion dhe tregoi që bëhet fjalë për disa njerëz të cilët kishin marrur apartamentin e Elvisit dhe Belinës në Australi me qira dhe për këto njerëz do të ndiqej një padi. Më pas patëm një deklaratë në Instagramin e tij konkretisht nga Elvisi, i cili reagoi ashpër kundërdrejt medias shqiptare, të cilët u munduan që të akuzojnë Visin për një lëndë të cilën ai nuk e kishte kryer dhe më pas ky postimi i cili doli në story të Instagramit të tij u fshi menjëherë dhe nuk pat një shpjegim për çfarë arsye u fshi. Ditën e sotme Visi ka nxjerrur një video. Visi deklaroi që muaj më parë ka ardhur në Tiranë. Unë jam shumë i bindur që policia këtë gjë mundet menjëherë ta verifikojë sepse ka datë të hyrjes në aeroportin e Rinasit kur Visi ka mbëritur dhe në qoftë se është e ngjajshme me ditën kur ka nisur hetimi për lëndën e krijuar në apartamentin e Elvisit për kanabis. Por gjithsesi Visi tregoi që nuk është aratisur edhe pse shteti australian nxori sikur Visi është aratisur nga Australia dhe ishte në kërkim. Visi ka publikuar këtë video duke treguar për të gjithë shqiptarët se si jemi ne kur na ndodh një diçka e keqe dhe çfarë mundemi ne të përfitojmë nga fatkeqësia e tjetrit. Ndiqni videon dhe më pas rikthehemi përsëri në studio. Si është puna e robit, kur ti dështon të gjithë të duan, i vjen keq për ty. Sa gjunofi shkreti, qa gjeti këtë. Quni mirë shumë quni mirë, pas si ka hec, gjunof. Edhe munohen gjithë me të nejtë afer, edhe me të një mu. Në këtë rast, ti je ushqim për egon e këtyre, se i kujtoj që këto ja dolen, kurse ti ja. Dhe këto thonë, jena mirë më lale, jena mirë shumë shika dhe ma keshi që mësoj filoni, knoqen këto. Kurse në momentin që ti bëhesh i suksesshëm, aty i bonet gjithë armiq. Aty fillo bëhesh çuni keq. Që ky legjeni qa shonë si ky më? Kur u bo ky më? Po ky më nemra pi të kafen. Po pra, dërsa ti nejte tu pi kafen aty, ky u çu, filloi rrezikoi, vuni veten në për sfida, vuni veten në për punën atë jashtëzakonshme, ma arrit aty që është. Dhe ky tashit kujto ty që ti nuk ja dole, pra ne e ke i noti këtë. Tash jo halli më dha se mirë është me pas robi sukses, po me pas shumë bë xheloza dhe armiq, ore dikush recetën ta mom sa i suksesshëm duhet me qenë që me qenë i zoti vetes, po pa mërzit edhe njerëzit e tjerë rreth rrotullt, pa u bërë miku këtyne. Për mi që e dëgjuat Visin, kjo ishte deklarata e Visit me njëherë pas situatës ndodhur, i cili u bë fatkeqësisht pjesë e të gjithë mediave shqiptare, me shpresën që të qëndrojmë edhe tek fjalët që tha bashkëshortja e Visit se nuk mundem të jap shumë detaje shkaku sepse vazhdojnë të jenë akoma në hetime ngjarjet, por gjithsesi ne do t'i sjellim të gjitha deklaratat, të gjitha detajet rreth Visit dhe historisë e cila erdhi si një bombë, por në fakt na befasoi të gjithëve. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin ton për të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.